Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se distancimi i profetit alayhi salatu wassalam është një humbje e madhe për ata besimtar. Distancimi dhe largimi i profetit alayhi salatu wassalam, duke thënë se kjo vepër nuk është prej veprave të mia, duke thënë se lejse minna, nuk është prej nesh personi i cili vepron vepra të tilla, është një shenjë se veprat të caktuara janë vepra të rrezikshme. Andaj i dërguari Allahu subhanahu wa taala, i cili në parim ishte mëshirë për ne, për besimtarët, Allah dhe madje për njerëzin në përgjithësi e ka dërguar mëshirë, pra përmes tij Allahu neve më na shpëtu, por ndaj disa njerëzve për shkak të veprave të tyre të gabuara, ai duart larg komiqu. Allah na ruaj tyre ya rabbel alamin. Andaj dashur vëllezër besimtar, hapni vesh të mirë dhe ndëgjoni se cilët janë ata njerëz, cilët janë ato kategori të njerëzve për të cilëve profeti alayhi salatu wasalam është distancu. Duke thonë decisivisht, lejse minna, nuk është prej meje, nuk është i imi ky person, pra as në këtë dynja, por as dritën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa taala. Dashur vëllezër besimtar, ky distancim don të thotë se personi i tillë ka bën një gjunah të madh dhe jo që ka dal prej fesë, por gjunahi është i shëmtuar, vepra shumë e ligë, saqë profeti alayhi salatu wasalam prej saj dhe prej kryerësit të saj është distancuar. Vepra po të dashur vëllezër besimtar është mashtrimi. Thot profeti alayhi salatu wasalam, transmeton një prej shokëve të tij, thot një ditë doli profeti alayhi salatu wasalam në treg. Po e verifikon, po inspekton punën e njerëzve në treg, se apo respektohen rregullat, apo respektohet ligji Allahu subhanahu wa taala, apo ju përmbahen besimtarët etikës besimit të tyre, apo ata janë besimtarëve të në xhami, ndërsa jashtë ndoshta e harron Allahu subhanahu wa taala dhe mësimet e tij. Dhe duke hecë në për treg, unal pran një shitsi i cili po shet ushqim, dhe po e pyet profeti alayhi salam për shitjen, ndërkohë sikur u inspiru dhe po e fut dorën në thesin dhe po e inspekton, po e prek pak mallin në mes të thesit dhe e vreti se nuk është njëjtë. E vreti se në mes qenë ka malli i lagur, pro qenë ka elbi gruni, qenë ka i lagur kurse jo përmbi, dhe i tha, o filan, çka është kjo? Çka është kjo? Tha ja Rasulullah, karoshi e kjo nalt, a ishte i sinqert, por do ta marrim mësimin. Tha karashi e ka lagë kjo pjesa nalt është terë, kurse vetvetia e pjesa poshtë ka ngel po terë, por profeti alayhi salatu wasalam tha lejse minna, men ghashana fe lejse minna, ai që na mashtron neve nuk është prej nesh, ai që mashtron nuk është prej nesh, ai që vjedh nuk është prej nesh, ai që vjedh në vogë nuk është prej nesh, ai që vjedh në metër nuk është prej nesh, ai që mashtron në kualitet nuk është prej nesh, ai që bën dollover nuk është prej nesh. O besimtar, ky është distancimi i profetit alayhi salatu wasalam. Andaj keni frikë Allahun subhanahu wa taala, jo vetëm besimtarët e thjeshtë, jo vetëm tregtarët, por të gjithë ata të cilët kanë bën punë me njerëz, edhe ata që ndoshta po mundohen me përfitu prej votave të njerëzve, ndoshta shumë raste edhe duke i mashtruar ata se do ta bëj këto ose ato, lejse minna,
premtimi duhet dërgohet në vend. Dashur vëllezër besimtar, runi nga kjo vepër e shëmtuar, runi nga kjo vepër, mos lakmoni në një fitim të vogël, sepse rreziku është i madh, edhe në humbje të bereqetit, por edhe më i madh është nga distancimi i profetit. Allahu na ruaj rabbel alamin. Dytë dashur vëllezër besimtar, profeti alayhis salam është distancu prej atij personi që nuk e respekton të mëshuarin. Është distancu prej atij personi që nuk e respekton të mëshuarin. Ishte në një mexhlis profeti alayhi salatu wasalam dhe një plak po don me ardh te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kurse masa sikurse nuk po ja lëshojnë rrugën, nuk po e nderojnë sa duhet me thon hajde plak, se ti po don profetin, ti po ki diçka punë te profeti. E kur profeti alayhi salatu wassalam e pa këtë si edhe jo të mirë, tha lejse minna, nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin ton dhe nuk e respekton të vjetrin ton, të moshuarin ton. Respekti dashur vëllezër besimtarit të moshuarit, respekti i tij, nderi i tij, nera ndaj tij, muhabeti ndaj tij, kështu me radhë është din të dashur vëllezër besimtar, është pjesë e rëndësishme e fesë dhe e kundërta e ka bërë profetin alayhi salatu wasalam që mu distancu prej personit të tillë. Tretë dashur vëllezër besimtar, një vepër jashtëzakonisht të shëmtuar, e cila ka filluar të përhapet më të madhe viteve të fundit edhe në mesin ton, po do gjithandej në përbot, është imitimi të tjerëve, pasimi të tjerëve, përgjagjësimi të tjerëve. E kjo imitim i vetë dashur vëllezër besimtar vrehet dukshëm në veçanti tash në fund vit, kur besimtarët musliman fatkeqësisht shumë prej tyre pa vetë dije, shumë prej tyre, disa prej tyre ndoshta nga epshi dhe nga ignoranca që i kanë mbulu, praktikojnë, veprojnë, bëjnë vepra, festojnë festa, vepra që nuk janë të tyre, nuk janë tonat, nuk janë të feston. E profeti alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men tashabbaha bi ghayrina falaysa minna." Ai që ju përgjason të tjerëve nuk është prej neve. Në një hadith tjetër ka thonë: "Laysa minna man amila bi sunnati ghayrina." Në tjetër rivajet nuk është prej neve ai që punon me sunetin e të tjerëve, nuk është prej neve ai që i bën punë të tjerëve, nuk është prej neve ai që i feston festat të tjerëve, nuk është prej neve profeti selam ai që heq rrugës së tjerëve. Andaj bëni kujdes të dashur vëllezër besimtar, sepse njeriu, secili njeri ka identitetin e vet. Në veçanti muslimani, në veçanti besimtari, e ka karakterin e tij, e ka identitetin e tij, e ka atë që Zoti e ka përzgjedhur dhe ka kërkuar që ai mu dallon nga të tjerët dhe nuk duhet me lakmu diçka që është devijuar, nuk duhet me lakmu diçka që është në kundërshtim me besimin ton, me fen tonë, me akiden tonë, me shahadetin ton, me namazin ton, me xhamin tonë. Nuk shkojmë bashkë të dashur vëllezër besimtar, edhe në xhami, edhe në katedrale, nuk shkojmë bashkë të dashur vëllezër besimtar, nuk përputhen. Andaj bëni kujdes të nderuar vëllezër besimtar, para se mu abo çefin njerëzve, bëni ja çefin Allahu subhanahu wa taala, sepse për të dashur vëllezër besimtar e fitojmë edhe kënaqësinë e Allahut, por padyshim e fitojmë edhe kënaqësinë e njerëzve. Katër të dashur vëllezër besimtar, për i vepra që është distancu profeta sallam për i tyre, është edhe ai që qet fall ose fallxhori, ose edhe ai i cili shkon te falltori dhe kërkon që atij të bëhet fall. Po kjo nuk është kusht me qenë falltor ose me shku te falltori, po edhe në forma të ndryshme. Por ai i cili bën forma të ndryshme dhe përmes tyre kërkon me ditë fatin e tij, kërkon me ditë për fatin e tij, qoftë përmes horoskopit ose metodave të tjera të ngjashme, janë vepra të ndaluara e që profeti alayhi salatu wassalam ka thonë nuk është prej nesh ai që qet fall ose ai që bën
i tregon njerëz ose mundohet të tregon njerëz për fatin, ose ai që kërkon dikujt që atij t'i tregohet për fatin e tij ose t'i bëhet fall atij. Pesë dashur vëllezër besimtar, një vepër jashtëzakonisht e keqe prej së cilës është distancuar profeti alayhi salatu wasalam, ka thonë nuk është prej nesh ai që ngre armë kundër nesh. Por nuk është për nesh ai që vret besimtarin, ai që na vret nuk është prej nesh, ai që ka plumb për ne, po thotë për insan nuk është prej nesh, është distancuar nga kjo vepër e shëmtuar, e cila fatkeqësisht në kohët e fundit është shpeshtuar. Një tjetër transmetim ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk është prej nesh ai i cili na sulmon natën, pra ai i cili na pren besë, ai i cili na mashtron, ai i cili neve mendojmë se është prej nesh, kurse ai na preth ose na sulmon pas shpinës dhe vepra e fundit ashtu vëllezër besimtar, prej së cilës po ashtu është distancuar profeti alayhi salatu wasalam, është vajtimi me rastet e vdekjeve. Ka përmend profeti alayhi salam tri veprime që i bëjnë disa njerëz kur në ju ndodh ndonjë vdekje në familjet e tyre, përmes cilave ata shprehin, i tejkalojnë kufetë në mërzi dhe shprehin pakënaqësinë e tyre me rastin e vdekjes së antarit e tyre. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, nuk është prej nesh ai i cili e godet fytyrën e tij, pra i shkul flokët, i mshon veti kështu me radhë kur i ndodh ndonjë fatkeqësi. Nuk është kjo vepër e muslimanit dhe nuk i ka hije muslimanit me vepru kështu. Dhe ai i cili ka thonë e shkyn rrobat e tij nga mërzia, pra del prej asaj që është e lejuar fetarisht mu mërzit, ose edhe vajton me vajtimet e xahilietit, pra bërtet e lëshon zëra që janë përdor ose përdoren tek fetë të tjera. Në fenë tonë dashur vëllezër besimtar, edhe gëzimi edhe mërzia janë me qarar dhe bëhen sipas udhëzimit të profetit alayhi salatu wasalam. Mërzia është evidente dhe është normale deri në një farmase, por jo me kalu në veprime të tilla që shprehin haptazi, pakënaqësinë me saktimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bëft prej atyre që profeti alayhi salatu wasalam nuk distancohet prej tyre, por na thret ditën e gjykimit dhe na thot: "Ejeni ummeti im, unë jam ky profeti juaj." Pra Allahu na bëft prej atyre të cilët e praktikojnë sunetin e tij dhe jo prej atyre të cilët bëjnë vepra që profeti alayhi salatu wasalam distancohet prej tyre dhe janë kundërshtim në rrugën dhe sunetin e tij. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.